Fjalën e ka profesor Mariglen Kasmi, punojës të Institutin e Historisë, profesor, me një temë shumë interesante, e pa njohur për marrëdhëniet e Napoleon Zervës me gjermanët. Pra janë grekët ata që bashkëpunojnë me pushtuesit, e nuk janë çamrit. Faleminderit profesor. Sikur se u bën prezantimi i temës, unë mendova që të vi me këtë detaj të vogël në pamje, por shumë të rëndësishëm për sa i përket kësaj periudhe, dhe dua që trajtoj në detaje bashkëpunimin e Zervasit me gjermanët, në mënyrën se si u liderua dhe si u zbatua këtë bashkëpunim dhe çfarë qëllimesh pati. Që trajtoj në detaje bashkëpunimin e Zervasit me gjermanët, në mënyrën se si u ideua dhe si u zbatua ky bashkëpunim dhe çfarë qëllimesh pati. Zervasi, arkitekti në thonjza i spastrimit etik të popullsisë Çame dhe organizatori i gjenocidit në popullsisë shqiptare në Çamëri, do të rreket justifikonte veprimet e tij kriminale me argumentin se, sikur se e dim, gjatë luftës Çamët kishin bashkëpunuar me gjermanët. Edhe një pjesë e mirë e historianëve grek pas luftës dytë botërore kanë mbajtur po ashtu njëjtin qëndrim. Kjo gjë, sikur se dihet dhe u theksua nga parafolësit, nuk është e vërtetë, pra është një sajese plot historik. Në një bashkëpunim sporadik sigurisht me gjermanët nuk përfaqëson gjithë shqiptarët e Çamërisë dhe sikurse do të shohim më poshtë, Zervasi ishte vetë një nga bashkëpunëtorët më të ngushtë të Wehrmachtit gjerman. Bashkëpunimi i Zervasit me gjermanët është i dokumentuar më së miri në arkivin ushtarak të Freiburgut, pra në Gjermani. Po ashtu ky bashkëpunim është shprehur qartë edhe në studimet e historisë ushtarake gjermane, si për shembull në historikun e divizionit para-alpin gjerman që veproi në Greqinë e Veriut, pra ai që mbulonte edhe atë territor që ne sot jemi mbledhur, dhe po ashtu mori pjesë edhe në fushatat të saktorë ushtarake në Shqipëri. Ky botim me autor Hermann Frankmayer është botuar në vitin 2007. Ndryshe është situata po të shikojmë arkivat greke. Në to është e vështirë të gjenden informacione detajuara me veprimtarinë e Zervasit gjatë luftës. Me të drejtë, Hermann Frankmayer shkruan se si në arkivin e historisë ushtarake të ushtrisë greke, pra, ashtu dhe në arkivin ushtarak, se janë dy të ndryshëm, nuk gjenden gjurmë të veprimtarisë së Zervasit. Madje ai citon drejtorin e arkivit historisë ushtarake greke Asokoi, general brigade Stavros Dermatas, i cili e pohon se dosjet e Zervasit ishin zhdukur, çka i konsideronte pra një skandal të madh. Po ashtu edhe në arkivin e shtabit përgjithshëm të ushtrisë greke gjenden pak të dhëna për Zervasin, konkretisht vetëm informacione për gradimin dhe largimin e tij nga ushtria. Kaq, asgjë më shumë se çfarë ka bërë ai si veprimtari ushtarake gjatë luftës. Me kapitullimin e Italisë fashiste, në Greqi filluan edhe përplasjet e para të armatosura ndërmjet dy formacioneve kryesore greke, pra kryesisht e Amelasit e Edesit. Gjermanët u munduan që situatën armiqësore ndërmjet forcave politike ushtarake greke ta kthenin në favorin e tyre. Duke qenë se detyra kryesore e forcave gjermane ishte organizimi i mbrojtjes vijës bregdetare, sikurse edhe në Shqipëri, ata përdorën strategjinë për ça e sundon. Sa më sipër, komandanti i divizionit para-alpin, generali Lanz, dërgoi një delegacion të shtabi i Zervasit me qëllim arritjen e një marrëveshje ushtarake me Zervasin. Ky delegacion përbëhej nga kryetari i bashkisë Janinës Vlachlidis, tani me emrat janë marrë nga dokumentet gjermane dhe shpesh gjermanët i kanë çik të tjetërsuar ndoshta. Një tregtar me emrin Dumas, dhjaku i kishës Nasi dhe punonjësit e kryqit të kuq zvicerianët Karavas dhe Bikel, të cilët në vazhdimsi, pra pavarësisht se ishin punonjës kryqit të kuq, bëjnë ndërmjetësimin me Zervasin për llogarit gjermanëve.
Zervasi ishte më i përshtatshëm për të bashkëpunuar me ta pasi dihej qëndrimi i tij antikomunist. Si dhe në vendet e tjera, edhe në Greqi lëvizja komuniste konsiderohej si kundërshtari më i madh i gjermanëve dhe që nuk bënin kompromis me ta. I ashtu quajtur i delegacion Janinës, kështu e quajtën këtë delegacion që sa përmendëm, arriti në vendkomandën e Zervasit në Art për në Skiadades të Artës në pasditën e 4 tetorit 43, pra tetor 43, në të njëjtën kohë që fillon e njëjta strategjia afrimi nga gjermanët dhe bashkëpunimi edhe me ballin kombëtar në pjesën tonë pra në Shqipëri. Në mbrëmje delegacioni u prit nga Zervasi dhe zëvendësi i tij Pyramoglu. Zervasi dëgjoi kërkesat e delegacionit dhe fillimisht ra dakord për një pakt mos sulmi me gjermanët prej 14 ditësh. Po ashtu ai tha se ishte i gatshëm të nënshkruante një armpushim me gjermanët nëse plotësoheshin 3 kushte. E para që gjermanët ta lajmëronin atë disa ditë para se të tërhiqeshin nga Greqia. E dyta, gjithë armatimi i rënd dhe materialet luftarake që nuk mund transportoheshin duhet i dorëzoheshin atij. Dhe e treta, ai ishte i gatshëm të takojë me generalin Lanz dhe diskutonte më tej pra argumentet apo detajet e armpushimit. Në fakt do të shohim që Zervasi u shmang në vazhdimsi një takimi personal me generalët gjerman. Në një kohë këtë pakt mos sulmi 14 ditor Zervasi e përdori dhe për të shantazhuar Kairon, pra komandën britanike, që të ndërpriste ndihmat për Eam Elasin dhe të furnizonte vetëm atë, pra që këtu fillon loja e tij me 2 porta. Disa ditë më vonë, më 9 tetor, generali gjerman Ludwiger, një komandant tjetër i ushtrisë gjermane në Janin, dërgoi në Art një delegacion të dytë që të takojë me Eam Elasin, ashtu edhe me Edesin, pra mundohet paralelisht me 2 forcat kryesore të bëj marrëveshje. Delegacioni përbëhej nga metropoliti i Artës, Spiridoni dhe mjeku i qarkut Christos Komborosis. Komanda e Eam Elasit e refuzoi kategorikisht takimin me ta, ndërkohë që Zervasi e priti dhe këtë delegacion të dytë gjerman apo të dërguar nga gjermanët dhe u konfirmoi edhe atyre se tashma i kishte vendosur një pakt mos sulmi ndaj gjermanëve, i cili pranon në 14 shtator të 43-shit. Oferta e armpushimit ishte më së mirëpritur nga gjermanët. Me qëllim zgjatjen e armpushimit, më 8 tetor generali Lanz u takua edhe një herë me përfaqësuesit zvicerian të Kryqit Kuq, pra me Bikeli në rastin konkret, dhe ndërkohë që Bikeli ishte takuar në mëngjesin e pasaj dite me ndërlidhësin e Zervasit, Ioannis, i cili kishte njoftuar se Zervasi ishte i gatshëm të takojë me përfaqësuesit e generalit gjerman Lanz. Ndërkohë, Lanz mori sigurisht kontakt me prorët e tij, të cilët e miratuan takimin me Zervasin nëse respektonin 3 kushte. Trupat e Zervasit duhet dorëzonin armët, robrit gjerman dhe gjithë teknikën e tyre ndërlidhëse. Në fakt, synimet ndërmjet 2 komandave, asaj gjithë divizionit që ishte në vend edhe njëjtë situatën me atë e prorë duket që ka një mos përputhje. Për Lanzin ishte i qartë që në këto kushte nuk mund të arrijë si marrëveshje me Zervasin, sepse Zervasi kërkonte pikërisht kundërtën. Prandaj i sugjeroi komandës tij që operacioni Pantera, një operacion që pritet fillonte ato ditë kundër ushtrisë partizane greke në zonën pra të Greqisë Veriut, të shtyhej pas zhvillimit të bisedimeve me Zervasin. Kërkesa e tij u miratua, kështu që operacionin e shtyn, po jo më vonë se data 18 tetor, pra disa ditë për mos u vonuar. Takimi me Zervasin u takua më 16 tetor. U saktua më 16 tetor. Bikeli, shoqëruar nga disa oficerë gjerman, arriti në kohë në vend takimin e caktuar, por duke pritur Zervasin, u pa që aty u paraqit Ioannis, ndërlidhësi i Zervasit, i cili lajmëroi se Zervasi e kishte pamundur të vinte në takim, por kishte dërguar një përfaqësues të tij, kapitenin Kosta Galanis, i cili kishte studiuar në Zvicër. Me një gjermanisht e perfekte, Galanis u mundua të justifikonte mungesën e Zervasit takim. Gjithsesi takimi nuk dështoi. U ra dakord që Ioannis të paraqitej të nesërmen te generali Lanz, i cili do t'i jepte atij një letër për Zervasin. Prej kësaj dite, pra jemi në 16 tetor të 43-shit, deri në korrik të vitit 44, ndërmjet shtabit gjerman dhe shtabit të Zervasit, filloi një letërkëmbim i dendur, ku shkëmbeheshin informacione dhe merreshin masa konkrete ndaj armiqve të tyre të përbashkët, pra Eam Elasit. Më 18 tetor filloi operacioni si përmendur Pantera. Gjatë tij gjermanët sulmuan vetëm forcat komuniste dhe sigurisht nuk pati asnjë përplasje me forcat e Zervasit. Pas arritjes së marrëveshje, ra ndjeshëm edhe numri i sulmeve ndaj forcave gjermane në Greqinë e Veriut. Ndërkohë,
në Shqipërinë e Jugut raportoi një situatë e ngarkuar me sulme luftime të ashpra ndërmjet forcave gjermane atyre partizane. Generali Lanz synonte të zgjeronte bashkëpunimin me forcat nacionaliste greke, pra edhe më tej se kaq. Qëllimi i tij ishte të eliminonte pra të mos kishte armiqësi me forcat nacionaliste të Zervasit dhe së bashku të luftonin kundër forcave komuniste. Nga ana tjetër, ky bashkëpunim i jepte gjermanëve mundësinë që me forcat e pakta që kishin të përqendroheshin në mbrojtjen e vijës bregdetare. Po ashtu, bashkëpunimi i suksesshëm që forcat gjermane kishin pasur me forcat e Zervasit, gjatë operacionit të përmendur pra Pantera, por dhe operacioni Tigri që erdhi menjëherë pas tij, i jepte shpresë generalit gjerman që Zervasi mund të merrte në ruajtje edhe rrugët e transportit, pra u bën dy qëllime strategjike shumë të rëndësishme për ta. Bregdeti, ruajtja e Bregdetit, rrugët e transportit që duhet i merrte Zervasit. Shikojmë që të njëjtën logjik dhe strategji gjermanët ndoqin edhe në Shqipëri. Pra pikërisht këto gjëra duhet bëhen edhe balli kombëtar në Shqipëri për llogaritë të gjermanëve. Duke pasur në vëmendje këto synime, Lanz ishte i gatshëm të furnizonte me armatim dhe municione forcat e EDES-it dhe të trajtonte ato si forca aleate. Mëtej, në mbrëmjen e datës 18 dhjetor 43, në komandën e divizionit 104 të Kombësorisë Malore Gjermane u paraqit përsëri kapiteni Galanis, pra i besuari i Zervasit, i cili ishte dërguar personalisht prej tij. Referuar shënimeve protokollare të shefit zbulimi i divizionit gjerman, në fund bisedimeve u ra dakord që palët ishin të gatshme të bashkëpunonin pra sigurisht njëra me tjetrën dhe sidomos në organizimin e operacioneve të përbashkëta kundër forcave partizane. Mëtej Zervasi i garantoi gjermanët se nëse ata nuk do ndërmerrin asnjë akt ndaj EDES-it, pra përsëri pavarësisht se kishte filluar bashkëpunimi nuk kishte garanci Zervasi, atëherë ai nuk do sulmonte dhe nuk do të kryete akte sabotazhi ndaj ushtrisë gjermane. Po ashtu ai do të mundohej të pengonte edhe britanikët në ndërmarrjen e akteve të ngjashme, pra e shtrin veprimtarinë edhe të pengonte misionin britanik. Galani si kërkoi gjermanëve mirëkuptimin e tyre që Zervasi nuk kishte formuluar në shkrim të gjitha këto qëndrime. Arsyeja ishte e kuptueshme, ai nuk mund të rrezikonte që një letër e tillë të binte në duart të komunistëve ose të anglezëve, pra as takoi vet, as linte gjë me shkrim. Generali Lanz, i cili ishte një antikomunist i tërbuar, u shpreh se e kuptonte qëndrimin e Zervasit. Si pasojë në sulmet që forcat e Zervasit organizuan në fillim janarin 44 kundër forcave të AML-asit, Lanzi urdhroi trupat gjermane të ruanin shpinën e forcave të Zervasit. Kështu që Zervasi arriti të hidhte forcat komuniste përtej lumit Akelos dhe të fitonte mjaft terren në këtë kohë. Gjithsesi, 2 javë më vonë, për mos hyrë në detaje, forcat e AML-asit e rifilluan përsëri terrenin e humbur dhe Zervasi kërkoi përsëri ndihmë te aleatët e tij të rinj. Kështu që Zervasi pra u drejtua përsëri gjermanëve dhe më 31 janar 44 ai dërgoi te gjermanët ish kapitenin e shtabit përgjithshëm dhe nomarkun e Trikallas, Teodoro Sarandis, i cili u identifikua me një prokuror të nënshkruar personalisht nga Zervasi dhe me vullën e shtabit të përgjithshëm të EDES-it. Bisedimet filluan pasi u verifikua originaliteti i dokumentit. Të gjitha këto që u them janë të shkruara në raportet ushtarake të divizionit para-alpin gjerman. Oficeri i zbulimit korpërmadhës gjermane i ka protokolluar si më poshtë propozimet e Zervasit. Spari nuk duhet të ushtrojë asnjë akt armiqësie ndaj tyre. Së dyti, organizimi i luftës së përbashkët ndaj AML-asit duhet të bëjë nëpërmjet oficerëve ndërlidhës të dy palëve, duke u informuar për qëllimet, vendodhjen e tyre dhe të armikut, pra një bashkëpunim i rregullt ushtarak edhe në pikpamje të organizimit. Në këto dy propozime pranoheshin nga komanda gjermane, nëse këto dy propozime do të pranoheshin pra nga gjermanët, atëherë Zervasi me forcat e tij do të sulmonte forcat komuniste dhe kërkonte po ashtu në këtë operacion dhe mbështetjen e tyre. Meqense gjermanëve, sikur se thamë, u interesonte pastrimi i gjithë epirit apo Greqisë Veriu, themi, nga forcat e AML-asit, ata e miratuan menjëherë organizimin e këtij aksioni të përbashkët, të cilin e kodifikuan me emrin Sperber, pra një lloj zogu, shpend i vogël që gjeraqina e shkurtës e quajmë në shqip. Ishin edhe kreativ në emërtimet gjermane. Komanda gjermane e vuri në dispozicion të këtij operacioni një batalion përforcuar dhe 2 grupime ushtarake. Operacioni i përbashkët filloi më 3 shkurt, pra jemi në të njëjtën kohë ku në Shqipëri vazhdonte ende operacioni Dimri, në orën 4 të mëngjesit.
nga 2500 forca që Zervasi kishte gjithsej në atë kohë, ai angazhoi në këtë operacion rreth 1800 forca, ndërkohë që 700 tjerë i lanë në mal si rezervë pasi i ruante për qëllimet dhe situatë të vështirë ndoshta. Zervasi përdori një dredhi tipike për të, me qëllim që të maskonte marrëveshjen e tij me gjermanët në 2 shkurt, pra para se të fillonte ky operacion. Ai kishte njoftuar Kairon, pra aleatët me radio, si gjermanët do zhvillonin një sulm në lindje të Janinës, pra diku është rajoni Metsovos. Po. Prandaj aleatët duhet ndërhynin dhe partizanët grek që të largoheshin nga ky rajon, pasi Zervasi me trupat e tij nuk deshte të përplasej me ta, por do shkonte vetëm për të luftuar gjermanët. Nga ana tjetër, gjatë përgatitjes së planit përbashkët të operacionit me gjermanët, ishte rënë dakord që gjermanët do bënin sikur do të sulmonin shtabin e Zervasit, duke si lodra, po ka ndodhur vërtet. Pra si lojra fëmijësh. Dhe kështu ndodhi, si rrjedhim, Kairo u njoftua për luftën heroike me 2 fronte të Zervasit, sepse ai raportoi që partizanët nuk u larguan edhe ne u përplasemi me tij, pavarësisht se nuk ndodhi. Dhe Churchilli i natosur në kulm, thon dokumentet, mallkoi me zë të lartë paturpsinë dhe tradhtinë e forcave të Amelasit, duke premtuar se nuk do t'i furnizonte me ata me ndihmë, edhe sikur se shihet, mashtrimi funksionoi. Sipas oficerit gjerman Erdmann, i cili koordinoi veprimet me Edesin, operacioni zhvillua me sukses, pasi çdo detaj u planifikua po ashtu me kujdes mes 2 palëve. Në terren funksionoi më së miri dhe mbajtja e kontaktit me forcat nacionaliste greke. U koordinuan pra si veprimet ashtu dhe objektivat. Po ashtu gjermanët i furnizuan dhe me municion forcat e Zervasit, municion që kishin me shumicë nga magazinat e depot italiane që ishin kaq. Pas operacionit Sperber, Zervasi i dërgonte te gjermanët pothuajse çdo ditë informacione të vlefshme. Kështu për shembull, në një protokoll bashkëbisedimi datës 9 shkurt 44, Sarandis njoftonte gjermanët se Zervasi vazhdonte me sukses luftimet kundër forcave të Amelasit, ndonse britanikët kërkonin që ta ndërpriste këtë luftë pra që ai po bënte. Zervasi u ishte përgjigjer britanikëve se ai do të pushonte luftën vetëm kur forcat komuniste t'i lëshonin atij të gjithë epirit. Po ashtu Zervasi garantonte gjermanët se në territorin e tij nuk do të zhvillojë në vazhdimsi pra asnjë akt armiqësor ndaj gjermanëve, por ama nëse aleatët do zbarkonin në territorin e tij, Zervasi nuk do të luftonte as kundër gjermanëve, por po ashtu as kundër aleatëve. Kjo marrëveshje e Zervasit me gjermanët ka hyrë në historiografi me termin marrëveshja e gentlemanëve ose marrëveshja e heshtur, sepse nuk u bë me shkrim, por funksionoi në praktikë. U rujt po ashtu me fanatizëm në mënyrë të fshehtë nga 2 palët, madje në protokollet gjermane, po të shikojmë, Zervasi shënohet gjithmonë me pseudonimin Zaharias dhe ndërmjet si tij me siguri Sarandis, që përmendëm, me pseudonimin Miku. Pavarësisht ruajtjes së sekretit, fjalët sigurisht dolën sepse shikoheshin veprimet. Dhe në mënyrë të çuditshme, duhet theksuar që dhe misioni britanik nuk e besonte këtë gjë dhe shpreh se nuk ishte gjetur asnjë marrëveshje me shkrim, dhe e gjitha kjo ishte propagandë organizuar nga komunistët kundër Zervasit. Kështu që oficeri britanik i ndërlidhës pranë Zervasit, Barnes, i kërkonte Kairos të dërgonte më shumë armatime për forcat e Zervasit, me qëllim që Amelasit mos guxonte më të sulmonte Edesin. Pra, aq shumë ishte gatëruar situata sa krete kundërta raportoi. Edhe oficeri tjetër britanik Woodhouse ishte i këtij mendimi. Ndryshe nga 2 kolegët e tij, oficeri tjetër britanik Barker Benfield nuk i besonte Zervasit dhe ishte i bindur se ai kishte bërë marrëveshje me gjermanë. Po të shikosh raportet e 3 oficerave, duket që shkojnë në drejtime pra jo të njëjta me njëri tjetrin. Përfundimisht vlen theksohet se operacioni Sperber shpëtoi Zervasin dhe uli ndikimin e forcave të Amelasit në Pleshin e Veriut. Duke u dhënë gjermanë informacione të vlefshme ushtarake, Zervasi arriti të mashtroi si aleatët në Kairo, ashtu edhe kundërshtarin e tij, pra e Amelasit. Ky operacion i zhvilluar së bashku me gjermanët arriti të sigurojë rrugkalimet gjermane dhe deri në korrik të 44-s të mos kishte sulme të mëdha kundër forcave gjermane. Gjithsesi, partizanët e Amelasit vazhduan luftën dhe mundën që në këtë periudhë të organizohen rreth 140 akte sabotazhi dhe shkatruan më shumë se 40 trena e lokomotiva të gjermanëve. Po ashtu në këtë periudhë raportohen rreth 4300 ushtarë gjerman të vrarë pranë luftime me forcat partizane. Pavarësisht realitetit britanik, nuk e lëshuan Zervasin.
Edesi përfitoi rreth 3 herë më shumë armatime e municione nga ndihma britanike se sa EA Melasi, ndosë se kjo e fundit kishte paktën 7 herë më shumë luftar se Edesi. Pra, Zervasi në të njëjtën kohë merrte nga të dyja krahat. Sigurisht e parat ishin në qarkullim, madje me shumicë. Në muajin korrik 44, pasi u pa qartë se fundi gjerman me Greqi po afronte, Zervasi e prishi marrëveshjen dhe urdhëroi trupat e tij të kryenin akte sulmi, sabotazhi ndaj forcave gjermane. Ai kishte përfituar tash mjaftueshëm prej tyre dhe nuk mund të rrezikonte më që bashkëpunimi i tij me gjermanët të zbulohej nga britanikët, të cilët mund të merrnin masa dhe vazhdimësia e Zervasit, sikurse e dim, nuk u ndikua as pak as nga bashkëpunimi me gjermanët, as nga masakrat që bëri në Çamëri, por pati atë karrierë në Greqi të mirë që ne e dim. Jo dhe ai të mirë. Të mirë e pati, për aq kohë sa ka 3 buste në Greqi, mirë e pati. Falenderojmë profesor Maliklinin, në ka sjellë një temë shumë interesante, të panjohur dhe të pa trajtuar në historiografi shqiptare, madje edhe në atë greke.